Sakal, pse nuk kam fillu punimet halot e kanalizimin së fali të rruga Shpëtim Robaj. Me shkrim. Ti kom përcjell me shkrim. Nuk e kthy përgjigje. Nuk e kthy përgjigje. I kit përcjell ta. A kam në fillu punimet? I përcjell me shkrim. A kam në fillu punimet? A kam në fillu se kaj? Shmafro aty. Largova. A kam në fillu punimet? Jo, superim të nejtëne. Distancën super është, a kam në fillu punimet? A pi përgjigje qytetarëve? Qytetarëve do është mi përgjigjë. Nuk të raportaj të lutë, Jo që qytetarëve i përgjigje, një përgjigje për qytetarët. Largo prej liftit. A kam në fillu punimet? A kam në fillu punimet? Trega a kam në fillu punimet? Më falë. Jo, nësëm të pengu kur gjë. Liftin është të pengu. Jo, më rëtë të pengu liftin në. Jo, në left, gëzoj me hin left. Pse jo? A kam në fillu? Apo na përgjigjer, Sakal? A kam në fillu punimet, Sakal? Me shkrim ta lipim ja që. Me shkrim pas po përgjigje. Që me email? Ti kom shumë email se përgjigj, Sakal. Ja i kom shumë. Më ka thonë te Ujësielce ka thonë është përgjegjësia juja, Sakal. Kur kam në fillu, Sakal? Kjo është një kanalizim fekal i cili kundërmon që një kohë të gjatë, sidomos në viteve të fundit, kur ndërtu kjo lagje e re, këtu që s'ka kanalizim, të gjitha urat e zeza i derdhin këtë pjesë këto. No, heq i kontrollojmë pusetat tona. Pusetat që marrin ushqyese, na i kontrollojmë. Nëse kanë nevojë intervenim, na i deblokojmë, janë ekipet që pastrojnë edhe kryetona. Aparatus s'kem përgjegjësi për ta. Domethënë përgjegjësi për to komuna 100%. 100%. Na çavon përgjegjësi, kanalizimi jonë është në rregull. E ka pusetën aty. Kemi ende probleme me kanalizim. Të gjitha projektet që i përmendëm janë prioritet për kryeqytet. Shënjestër.net